Të dashur shqiptar, ne jemi rrëfepritës. Grekët ne na thonë drilon, por ne thithim rrëfe. Të dashur shqiptar, arvanitët e quajnë veten arvanitas me të drejtë, sepse b-ja është bërë v në një nga dialektet helene të folura pranë Ukrainës. Pra nuk është Albania, por është Albania. Edhe atje, edhe në qytetin Albanos dhe Albanopolis. Unë këtë kam thënë në një film tjetër, Shkarazi. Po nuk e dija që njëti problem që ka ndodhur me shqiptarët, Arvanitas, ka ndodhur me emrin e Serbisë. Është zbuluar një qytet në Greqi që grekët s'e kanë hequr akoma, mendojnë ta heqin tani, por do ishte mirë të mos ta hiqnin. Deri tani kanë hequr 4000 toponime Arvanitas dhe duan të heqin dhe toponimin Servia. Servia, të dashur shqiptar, do thot Serbia. Grekët e shqiptojnë Servia. Në shekullin e 6 të erës sonë, kur Justiniani i parë i merr këto fiset slave dhe i punëson si roje kështjellash. Në gjuhën helene këto quhen fylaki ose roje kështjellash. Dhe shpjeguar në fjalorin e Bizantit që servo do të thot fylaki, rojtar. Dhe vjen nga latinishtja servo, do thot ruaj, kështjellën. Unë nuk desha ta besoj, pastaj kërkoj të gjitha pllakat e shkruara në gjuhën helene, që nga periudha e pushtimit romak, do më thënë që nga shekulli i 2 para erës sonë, ata e marrin emrin Servius, emër nga latinishtja, dhe e shkruajnë Serbios. Po Servius është emër familje në familjet romake dhe vjen nga kuptimi rojtari kështjellës, por u bë më vonë edhe emri i shërbëtorit dhe i sklavit. Pra ky është kuptimi fillestar, Servio. Shkruhet në greqisht Serbios, por shqiptohet Servios. Edhe Albania shkruhet Albania, por shqiptohet Albania. Dhe që nga shekulli i 2 para erës sonë, kjo është shumë e rëndësishme. Albanopolis është shqiptuar Alvanopolis, Alvanitas dhe Alvanos është bërë Arvanitas. Kështu e quajnë veten e tyre Arvanitasit. Dhe Arbanon është quajtur Arvanon. Por neve e kemi marrë emrin Arbanon nga Enciklopedia Britannica. Merrni frymthell. Shqipëria nuk është quajtur kur Albania, por Albania, dhe në shekullin e 12 kjo ka qenë Arvanon, sepse një koloni tjetër helene në detin e Zi quhet Arvanion. Grekët pontik, kryeqyteti i tyre është Arvanion, po shkruhet me b, shqiptohet me v. Kjo është çmenduri. Pra edhe emri i qytetit Servia në Greqi shqiptohet Servia, por shkruhet me b. Edhe emri Albania shkruhet Albania, por shqiptohet me v. Pra ne kemi marrë emrin nga dokumentat e Bizantit, pa e ditur fare se si shqiptoheshte në greqisht, sepse shqiptarët e Shqipërisë nuk dinin greqisht. Dhe siç e lexonin në dokumentat bizantine, Albania ashtu ja vën emrin Principata Albania, por nuk e dinin që shqiptimi ishte Albania. Të njëjtën gjë bëjnë serbët. E marrin emrin Serboi, që shqiptoheshte Servoi, do thoshte rojtarët e kështjellës, dhe qyteti Servia në Greqi. Emri slavëve në Greqi në shekullin e 6 të erës sonë, e marrin serbët këtë emër dhe shkruajnë Serbia dhe shqiptojnë Serbia një lloj si albanët shqiptojnë Albania
gabimisht, edhe emri Serbia shqiptohet Serbia, edhe emri Albania shqiptohet Albania, dhe nga Albania vjen Arvanitas. Nga diun këtë, nga emri Dalmatas, janë gjetur dokumentet që ilirët e quajnë veten Dalmatas, dhe shtetin e tyre në Kroacinë e sotme e quanin Dalmatia. E pra Dalmatas vjen nga greqishtja. Dalma plus prapashtesën tas, banor i Dalmacis, Dalmatas. Edhe Arvanitas është krijuar një lloj si Dalmatas, zbulimi im epokal. Do të shikoni filmin për Dalmatët. Është dhe emri Delmion i dialektit të Atikës, edhe emri Dalmion, kryeqyteti i Dalmatëve, fjalë përkëdhelëse edhe në gjuhën dorike Dalmion, edhe në gjuhën atike Delmion. Delmion është emër përkëdhelës në greqisht more, emri i Dalmatëve që shqiptarët nuk e dinë fare. Pra, shqiptarët nuk dinë se si shqiptohet emri Albania. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kryeministri shqiptar është tallur me presidentin e Shteteve të Bashkuara, i cili gabimisht mendoi që Armenia gjendet pranë Albanias, sa ashtu është Albania dikush me pranë Armenias, por shqiptoheshte Albania, dhe nuk ishin shqiptar, ishin grek. Edhe ata që ngritën Albanopolis ishin grek, nuk ishin shqiptar. Kjo është shumë e tmerrshme, kjo që ka ndodhur. Dhe ne marrim vesh sot nga unë që grekët e kanë shqiptuar gjithmonë këtë Albania, edhe në koloninë e tyre pranë Armenisë, edhe në koloninë e tyre Albanopolis, qyteti i Albanëve. Edhe një herë, shkruhet Albania, por shqiptohet Albania. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Serbët mendojnë se emri Serbia vjen nga sjarb, që do të thotë komshi, gjiton. Por nuk është e vërtet, sepse nuk është gjetur një formë e tillë. Pra, serboj, gabimisht serbët e kanë marrë dokumentet e Bizantit të shkruar dhe kujtojnë se është emri i tyre. Është servoj ose rojtarët e kështjellës. Dhe ky emër është edhe në vendin e tyre në Rusi, pranë Ukrainës, servoj, edhe kur erdhën në Ballkan kanë qenë servoj dhe jo serboj, por serbët gjithmonë, një lloj si shqiptarët, mendoni se dokumenti i shkruar në greqisht shqiptoheshte serboj. Dhe vendi i tyre është gjoja Serbia. Dhe sot ata po e mësojnë që emri i tyre është Servia, do të thotë rojtarët e kështjellës ose shërbëtor, sklever, fjalë për fjalë. Edhe Albania, pra, është emër grek, dhe jo Albania. Prandaj të gjithë do të tallen tani me kryeministrin shqiptar që u tall me presidentin e Shteteve të Bashkuara, dhe ne do bëhemi loja dhe gazi i botës, ne dhe serbët. Por në Serbi kanë vendosur të heqin të gjitha emrat e qyteteve ilire, sepse ka dalë nga zbulimet e mia që janë emra grek. Të gjitha qytetet në Serbi janë emra grek, e kuptoni apo jo? Emra të lashtë, nuk janë emra shqiptar, asnjëri prej tyre. Sremska Mitrovica është quajtur Grajum në latinisht, që do të thotë Greqi. E kuptoni apo jo? Pra, kryeministri shqiptar thotë që Mitrovica është toka e skujt, dhe grekët thonë jo, ka qenë kolonia jonë. Kemi patur kryeqytetin e Dardanis, Damastion, që do të thotë zbutës. Ishte titulli i Apollos. Tekstet në Dardani janë të gjitha greke, dhe alfabeti më i vjetër grek është gjetur në Dardani, është alfabeti Korintit, i shekullit të 8 para erëson. Ata e kanë sunduar Dardanin që nga shekulli i 8 para erëson. E kuptoni apo jo? Të gjitha tekstet helene janë greke. Dardanët gërmojnë tokën dhe gjejnë kockat e qenëve të ngordhur, Dardanas,
Dhe shkrimet greke. Të njëjtën gjë bëjnë shqiptarët. Kanë rizbuluar të gjitha qytetet greke me qindra në Shqipëri. Të paktën serbët vetëm kanë përdor emrin grek. Ata që vëzhgojnë kështjellën. Fylaki. Ndërsa në gjuhën latine ishte servos. Servus, vëzhguesi kështjellës, shërbëtor, në gjuhën greke bëhet servoi, serbët, dhe servos është Servius, është emri latinisht të Servius, është bërë Serbios në greqisht dhe Serbos gjithashtu, por shqiptohet Servos dhe Servios. Vëzhguesi kështjellës ose shërbëtar. Merrni frymë thellë. Qyteti Servia është përshkruar nga Plini i Vjetër, gjithashtu qytet tjetër motër i qytetit Servia në Greqi është qyteti i dytë Servia në Dardani. Servia, po përpara se sa të hynin slavët aty, kështu quheshte. Dhe përkëndej marrin pra serbët këtë emër, shikojnë Serbia, por shqiptoheshte Servia. Kjo që ka ndodhur do shkaktoj protesta të jashtëzakonshme tek studentët serb dhe të jeni të bindur që do ta heqin emrin Serbia, sepse edhe emri Hrvat ose Hrvat, emri i kroatëve, është emri sërb, po s është bërë h në gjuhën hrvate. Dhe emri ka qenë Hrvatos. Pra pashtesa tos është gjithashtu greke, do thot banor i Hrvatias. Pra dhe emri Hrvat është sinonimi emrit Serb ose Servoj në gjuhën greke. Kroatët mbajnë gjithashtu emrin shërbëtor, por variantin kroat me h, Hrvat ose kroat. Ata duan ta nxjerrin nga emri Krobatos e kanë gabim. Pra b-ja është bërë v edhe në gjuhën kroate, edhe në gjuhën e serbëve, Servoj. Është i njëjti emër. Në Hrvatia, Kroacia dhe Serbia. Serbia. Pra, edhe një herë, serbët nuk e kanë ditur që emri i tyre lexohej me v, por shkruheshte me b. Albanët nuk e kanë ditur që emri i tyre shkruheshte me b, por lexohej v. Pra, e njëjta rrufe ka goditur edhe serbët, edhe kroatët, edhe shqiptarët. B-ja lexohet v në greqisht. Që të tre këto popull mbajnë emrin grek, gabimisht. Merrni me mend se sa turp është. Edhe kroatët, edhe serbët, edhe shqiptarët nuk e dinë që b-ja shkruhet b në dokumentat e Bizantit, por lexohet v. Shikoni vetë për një sekond se do filloni të ulurisni dhe do thyeni telefonin. Por nuk e ka fajin telefoni që të parët tuaj kanë marrë emra grek, si për shembull emrin Drilon, dhe 22.000 shqiptarë sot e mbajnë këtë emër me krenari. Pra Driloni është rufe pritësi i rufes së Zeusit. Ne jemi Drilonas, por jo vetëm ne, edhe kroatët edhe serbët. Ju lutem shikoni në ekran se çfarë ka ndodhur. B-ja shkruhet b në greqisht në shekullin e 2 para erës son, por shqiptohet v në dialektin e folur në Ukrainë. Pastaj u përhap kjo edhe në gjuhën greke të folur në Greqi. Pra Serbia e ka marrë emrin nga Serboi, që shqiptoheshte Servoj, do thoshte pikërisht vëzhguesit e kështjellës. Dhe ja këto janë dokumentat që kam gjetur unë. Këto janë të shkruar në pllaka prej vari, në varet e njerëzve që kishin emrin Servios, por shkruheshte Serbios. E shikoni? Janë gjetur me 10 pllaka të tilla, emra personash me emrin Servios dhe Servilion.
Për nga vjen fjala servil, e kuptoni, pra grekët kanë marrë fjalën latine servios dhe servilus dhe i kanë bërë emra të mirëfillt. Pra këta emra kanë ardhur nga latinishtja, shqiptoheshin me v, por shkruheshin me b. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, në mënyrë të pavarur nga Bizanti, njerëz të thjesht grek mbanin emrin Servioj dhe Servilioj nga latinishtja. Janë gjetur në të gjitha qendrat e banuara nga grek, edhe në kolonitë greke. E shikoni se sa e turpshme, kur ta shikojnë këtë film, serbët do të çmenden nga hidhërimi, por edhe kroatët. Por sidomos shqiptarët që mbajnë emrin Albania dhe tallen me presidentin e Shtetet Bashkuara, kur ata vetë pra mbajnë emrin Albania, por kjo është Albania në greqisht që në shekullin e dytë para R.S. Kjo është provë e sigurt më që emri ynë nuk ka qenë Albania. Pra në shekullin e 12 kur u krijua Albania dhe Arvanon pastaj më vonë, kjo është pasqyruar pra në emrin e Arvanitasve, të cilët me besnikëri e mbajnë këtë emër. Pra Arvanitasit e shqiptojnë ashtu siç e shqiptojnë grekët në shekullin e 12 të erës sonë. Pra Arvanitasit janë të mençur dhe të gjithë shqiptarët që mbajnë edhe emrin Drilon me krenari, edhe krahina e Drilonit. Në fakt, Shqipëria mund të quhet pa frikë Republika e Drilonit. Ne jemi rrufepritës të dashur shqiptar. Ne jemi të gjithë Drilonas. Pra sot jemi bindur përfundimisht që edhe serbët e kanë gabim, edhe shqiptarët e kanë gabim, dhe kjo vërtetohet me emrin e qytetit Servia, që shqiptoheshte Servia, por shkruheshte Serbia, dhe serbët kujtojnë se ky është emri nga serbishtja që do thot komshi, gjiton. Jo. Ky ka kuptimin rojtari kështjellës, vëzhguesi kështjellës. Filaki në gjuhën greke, shumë turp. Ja, kjo është latinishtja. Pra Serbili, siç e pam në dokumentat e njerëzve të varrosur, në latinisht është servabilis. Servatio, servator, do të thotë shërbëtor. Servatorium, servatrix, Servianos është bërë Serbianos. Me b, por shqiptohet prap me v, edhe në gjuhën greke, por vetëm shkruheshte me b, këtë kanë bërë serbët dhe mendonin që emri Serbianos është emri i tyre. Sa turp. Edhe këtu kemi Servilis, në greqisht shkruheshte Serbilis, por shqiptoheshte Servilis, do thot sklav. Turp i botës. Tani ky është dokumenti më i mëndzyrshëm që kam unë në kompjuter. Unë ta botoj, po kush do ta blej? Serbët, po ta shifnin këtë si libër, do ta çanin copa. Po ashtu edhe shqiptarët do ta grisnin. Pse? Ne vazhdojmë t'i themi vetes Albania në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe do bëhemi gazi botës. Neve tani. Në shkaku u bë Shakaja kryeministri shqiptar. Sa i e solli vëmendjen te emri Albania, pastaj unë fillova të interesohesha edhe për emrin Albania, edhe për emrin Servia në greqisht. Shkruheshte me b, por shqiptoheshte me v. Dhe serbët nuk e dinë edhe sot e kësaj dite. Edhe albanët nuk e dinë që emri Arvanitas është origjinal. Arvanitas do thot banor i Albanias. Dhe jo i Albanias. Dhe qyteti është Alvanopolis, qyteti Albanëve, dhe jo Albanopolis, siç e nxjerrin kanale televizive shqiptare. Dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë që për fat keq aty askush nuk di greqisht. U vërtetua sot. Absolutisht. Asnjë shqiptar pra nuk di greqisht. Askush.
Pra arbëreshët e kanë gabim, emri i tyre nuk është arbëresh. Ky emër është vënë nga italianët. Ata janë banorë të Mores, janë quajtur Arvanitas gjithmonë. Dhe Moreja ishte mani i egër. Mani. Bima e manit. Në gjuhën greke. Kjo është Moreja. Moj e bukura more do thot mor mani bukur, mor mani përkryer me degët të mrekullueshme. Shumë turp. Mirupafshim. Servianos Alvanos Drilonis Rufe Pritës. Mirupafshim në filma të tjerë shkencar. Të merë.